Përshëndetje, sot ndodhem në fshatin Vleshët të Peshkopis, ku dua t'ju tregoj rreth ujit të ftohtë të këtij fshati, ku cilësohet si një ujë kurativ dhe mrekullibërës. Për më shumë ndiqni videon. Jam tek uji i ftohtë i fshatit Vleshë të Peshkopis. Ky ujë, përveç se një temperaturë shumë të ulët që ka, njihet edhe si ujë kurativ. Shumë vizitorë vinë nga çdo anë e Shqipërisë për ta vizituar këtu. Si quheni? Karafil Hota, nga Kukësit Topajani, Kukësit Barak i parë. Kam marrë këtu në Dibër për ujin e ftohtë. Më ka bo mirë këtë dje. E kam duru dhe jam shumë rregull dhe e besoj. A e dini historinë e këtij uji të ftohtë? Më kanë thënë që ekziston shumë vite përpara. Unë nuk e kam provu, për herë të parë kam marrë. Besoj, kam besu dje dhe jam shumë i kënaqur që kam marrë. Çdo vit do vi këtu. Çfarë shqetësimi kishit më përpara që Dhe këtu speliatroza i thënë këta, edhe gjujt. Kam përdorur atë kripën e nxehtë, më ka bo mirë, po i ftohtë më mirë më ka bo. Për një ditë të bëri përmirësim apo u deshën disa ditë? Po për zot kam flet koncesioner mbrom Peshkopi te Hotel Karapi. Edhe këtu më dhem këtu mbrom s'u dallim fare. Ta provoj sot ditën e dytë, nesër ditën e tretë dhe unë jam shumë i kënaqur. Sa herë në vit e vizitone? Po herë e para, do ta vizitoj derisa të vdes. I keni gjetur shpëtim? Po, jam shumë i kënaqur. Përshëndetje, si quheni? Gani. E sa ta herë që vjen këtu? Është viti 5 që vjen këtu dhe frekuentoj këtë zonë e ujit e ftohtë. Thuhet se është kurativa, ka pasur efekt tek ju? Po, ka pas shumë efekt. Unë ja edhe vetë jam mjek dhe e di benefitet që ka ky ujë. E dini historinë e këtij uji? Kjo është ujë me minerale dhe të gjitha nevojat që ka kocka i asimilon nëpërmjet këtij ujit. Këto janë dalin nga shkëmbej me pirite, kryesisht është për reumatizëm, për variqe, edhe për artrit reumatik. Në sikur duhet përdoret 15 minuta në ujë, 45 minuta pushim. 3 herë përdoret me në ditës. Nesër, po e njëjta kurë, edhe paset e njëjta kurë. Kur plotësohet 3 kurat plota, është realizuar për një vit. Kjo kurë duhet të vazhdoj për 3 vjetë. Dhe mbas 3 vitesh, thuajse asimilohet 90% reumatizma. Ndërsa tek variqet 100% në vitin e 3 eliminon. Ka dalë njerëz që kanë qenë me rrekondi për operacion këtu për variqe dhe në vitin e 3 janë eliminuar, s'kan pas nevojë për operacion fare. Thatë se ishit mjek, a doja rekomandoni edhe njerëzve të tjerë? Po, do të rekomandosh edhe njerëz të tjerë, po gjithmonë në rekomandimin e mjekut. Këtu ka pas edhe raste që njerëzit kanë shku deri në vdekje. Të njerëz që janë me probleme gjaku, që janë me probleme në zemër, nuk ju rekomandohet hyrja në ujin e ftohtë. Sa vite ka që frekuentohet ky ujë? Ky ka shumë vite, sipas bujdhanave që thonë, ka shumë edhe në kohën e Ndërhoxhës, njerëzit kanë pas një uri, por vitet e fundit ka marrë shumë fund. Duke transmetuar në rrjetet sociale, duke ia treguar njëri tjetrit. Po meni ka qenë jashtëzakonisht i keq këtu, ka qenë një pruj i keq. Bashkia këtë vit ka punuar shumë mirë, ka bërë rrugën, vjen gjithë smurët. Dhe kjo është një merit për bashkinë. Ka dhe mjek këtu që u shërben njerëzve në rast nevoje. Me sa dini ju, nga buron ky ujë, sepse ka dhe sufur, minerale, toksore? Këto si ujë mbaz analizave që janë bërë, është i njëjti ujë me ujin e Peshkopis, me ujin e Ligjave. Është i njëjti burim, po këtu temperaturat janë shumë më ftohtë, sepse ka lidhje me rrjetin e korabit.
Si quhesh? Ilir Peposhi, Nga vini. nga Lusna, Lus. Është Herë e parë që vjen këtu në ujë. si u duket? Ujë shumë i mirë, valla, shumë i ftohtë. E në gjë vetën shumë ma mirë që marrë që 3 ditë. E keni plotësuar kurën? E kemi plotësu kurën, sot 3 ditë, la mbaruam se. Çfarë keni dëgjuar për këtë kurën? Ujë ma i mirë ma që ekziston. Për çfarë sëmundjesh? Për gjojt, për çdo gjë është i mrekullueshëm. A do vini përsëri? Po çdo vit valla. E rekomandoni të tjerëve? Gjithë vinë këtu, kush do marr këtu, ma mirë s'ka më këtu. Si quheni? Ujar, Lela, Nga vini. origjinë nga Dibra, banim në Angli. Po sot është hera e parë që vini këtu? Hera ditë, Si u duket uji? shumë mirë. Keni pasur efekte pozitive? Po, mëram. E kam eksperimentuar ftofje nga kamët, ndjem shumë më mirë. Si është historia e këtij uji? Se thuhet se është shumë kurativ. Thashë theme, nuk e di, realiteti po funksionon. Është kurativ. Po, A do vini përsëri? kismet, po, Do thënë do e vizitohet përsëri dhe një vit tjetër. kismet, po. Për 3 ditë. Siç është Për 3 kura. ditë, siç është kura. 3 herë në ditë, Rekomandoni dhe të tjerëve. po, më kënaqësi. Është tash efektiv sa për të rekomenduar të çdo kush. Nuk e di as mirë, po shpresoj se po. Për çfarë sëmundjesh është më shumë? Unë vuj nga shtilla kryqëzore edhe shoh se kam shumë lehtësira. Banorët e zonës besojnë se uji i ftohtë i fshatit Vlesh ka vlera të veçanta dhe për vitesh e konsumojnë, duke i atribuar atij disa efekte pozitive për shëndetin. Shumë njerëz e konsiderojnë ujin e ftohtë të fshatit Vlesh si mrekulli bërës, ujë me vlera natyrore, minerale, ku thuhet më shumti ka përbërje nga sufuri. Si quheni? Rushdi Daci, Sa herë vizitoni këtë vend? çdo vit. E sa ta herë është? Mund t'jetë 15 herë, 15 vite. Pas keni vite shumë që e vizitoni. Po, rrim të plottuim nga Kalisi jam unë, rrim Tiranë. Po vi, çdo vit vi. Thuhet se është kurativ. Si mendoni ju? Po të shti mund ka bo mirë për vete. Në çfarë sëmundjet ka bërë mirë? Reumatizëm për gjojt, për kiqet. Thuhet edhe për nervja shiatike, Po tjere, ato tjere, janë tjere. A këtë janë ati të futen. vërteta? Po, për reumatizëm herë e di, për tjerat nuk e di të ma, po për reumatizëm herë e di që do mirë. A do e vizitoni përsëri? Po, kishët, e do vizitojmë. Siç është edhe kura, një herë në vit, 3 ditë. 3 ditë, po. E bëjmë në çdo vit, 3 ditë në muajin gusht. Gjithmonë ka pasur vizitor ka shumë. Jo, tani kanë arsi rruga, edhe u ban të vaska tu, Pa. edhe u përmirësu gjenja, ne vinë njerëz ma shumë. Në kohën e diktaturës, a ka qenë i frekuentueshëm ky vend? Ka pas, po ma pak. Ka pas. Nuk është se e besonin apo Jo, po kum qenë vetë tu. E kupton? i zonës? Po ka pas, gjithmonë ka pas ky vend. Gjithmonë u teftohet muajin gusht, gjithmonë vizitohet. A do e rekomandoni dhe tjerëve dhe çfarë? Çfarë the? A do e rekomandoni dhe të tjerëve dhe çfarë? Po tjerë po vinë, e vinë vetë familjarë. Pas të hikim ne, vinë brezi tjetër, ato prapë do vinë tu, të vinë. Gjumë Gjëntuci, E sa ta herë që vini në këtë vend? e dyta herë. A do e vizitoni përsëri? Pa tjetër që po. Keni gjetur shërim për Pa sëmundje? tjetër shumë veni mirë, shumë ujë mirë. Thotë është kurativ për shumë sëmundje. Për cilat sëmundje më kryesisht? Reumatizma. Reumatizma. Ju vetë vuani nga reumatizma? E kena një gjuhë. Keni gjetur Po, kam gjetë përmirësi. çfarë do t'i rekomandoni dhe të tjerëve? E tjetër që dinë sa ma shpesh. Pak të një që ditë. Një herë në vit, 3 ditë. Pa tjetër, kështu na kanë rekomandu dhe kështu e thejmë edhe ne.
Dhe tjetra, rruga, shumë mirë që kanë bërë me rrugën, shumë mirë kanë bërë me këtë venin, por ka nevojë prapë për investime këto. Sepse ju është një vetë sa Si për shembull, Si për shembull, ja, kjo pjesë këtu sipër duhet sheshohet. Se mos vjen edhe në tip hije, se dielli është shumë i fortë. ndihmon për veshkat, tretjen ose stomakun, po këto janë kryesisht besime dhe përvoja nga njerëz të cilët vinë dhe vizitojnë këtë vend çdo vit. Thuhet se ky ujë ndihmon shumë për reumatizëm, nervi sciatik, muskujt, variqet në këmbë, duar dhe shumë njerëz e vizitojnë për shkak të këtyre besimeve dhe përvojave që kanë. Duke vizituar këtë vend, sa herë në vit të vizito këtë vend? Ky faktikisht për të vizituar tani ka kohë, nga data 1 deri në 10 këtij muaji, që është me kurs. Pastaj vije kur dush, s'është problem. Çfarë dini për historinë e ujit këtu? Ki ka histori, po është histori tani është dhënë këto. Thuhet se është kurativ. Kurativ është. Për reumatizëm shumë mirë. Çfarë sëmundjesh mund të shëroj? Po tani reumatizmi do ka një të vetëm më fat që është. Pastaj këto sëmundje tjera, edhe këto të çarkullimi i gjakut. Tan piksin e gjakut. Është edhe për ta është më i jashtë. Keni ndonjë përvojë juve? Po përvojë kam se kam pas me plesë, babën time kam pas sjell sysh para 20 vjeç. Nuk ka pas keni vite që vizitoni. Kjo si vjen është veni mirë. Thonë këtu ka pas dalë, thonë ujkush, në kohë të para, jetë. A do e rekomandoni dhe për të tjerët? Për ata që kanë reumatizëm, po, për problem që kush ka herë diska lekë, nuk është një për nerva i pikë, kurse për tas shumë mirë, për reumatizëm shumë mirë, se kjo edhe lirimin e endocakut. Lidje, si quheni? Sabir Shah, E sa ta herë që vizitoni këtë vend? dita, Nga vini? Mashpit, në Tirana. E vizitoni çdo vit? Po, A keni gjetur shërim këtu? Po. Për cilën sëmundje vuani kroketisht? pikërisht traumatizme, Ka bërë efekt? Po. Keni gjetur dhe shërim? patjetër, Do e vizitoni përsëri? patjetër, A e rekomandoni dhe të tjerëve? patjetër, Është aq kurativ sa duhet vinë dhe të tjerë. patjetër. Ishte dhe uji i ftohtë i fshatit Lezhë të Peshkopis, një ujë I cili është cilësuar si kurativ dhe mrekullibërës për shumë sëmundje, si reumatizma, nervi sciatik, spoliatroza e të tjera. Këtu numri I vizitorëve ka filluar të shtohet vit pas viti dhe teksa shihet se ka shumë efekte pozitive për këto sëmundje. Ju shumë faleminderit, mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.